Fabrikimi I dezinformatave është metodë që e përdor dhe ka përdor gjithmonë Serbia kundër Kosovës. Me mjetet propagandës, gjithmonë kanë synuar që më na majt për qarë dhe me mri qëllimet e tyre. Serbia ka me vazhdu me ushqy gjithmonë ato që Kosovën me pasqyru si shtet dështum. Është keq përdor, është manipulu me procese politike në Kosovë. As sovranitetit toksor, as sovraniteti dhe organizimi shtetënor I Kosovës nuk është prek. 5 vjet pas shpalljes pavarësisë, ne mund ta rishikojmë pushtetin lokal. Përshëndetje, nderuar Spari, faleminderit shumë që ndat kohë me bisedu me neve. Që kemi biseduar paraprakisht, do të folim për procesit të viteve të 90-ta e deri këndej, sidomos për kohën e zgjedhjeve dhe për dezinformatat që kanë qarkullu. E dim që procesi I viteve të 90-ta është shoqëruar me pasaktësi, me dezinformata, po shësheni jo, është pastru audienca ndërkombëtare prej dezinformatave ruse edhe të Miloševićit për çështjen e Kosovës. Duhet mos më harro asnjëherë që rezistenca politike e shqiptarëve në Kosovë, e që ka pas rol dhe ndikim edhe rezistencën e shqiptarëve në ish Jugosllavi, ka qenë nën presion të jashtëzakonshëm në atë kohë të dezinformimit dhe pasqyrimit shqiptarëve në procese politike. Pasqyrim si fundamentalist, ose si irrident edhe me terme terminologjia zakonisht të kohës që dëshironin me pasqyru një shqiptar të rebelum, jo lojal dhe natyrisht një rol jashtëzakonisht madhe ka pas ish regjimi që për ne ka qenë okupator, klasik, në ish Jugosllavi. Ka pas tentativa me u mohu krimet. A I kam rri, sipas juve, efektet e saj, kjo narrativ dezinformuese? Ka kulmu, përkundrazi. Vetë fakti I prodhimit të një dokumenti në Këshillin e Evropës nga senatori Zvicran, tashmë I ndier Dick Marty, për trafikim organësh, kam rri kulminacionin apo pikon e një angazhimi jashtëzakonisht madh që Serbia në sponsorimin e madh, në mbështetjen e madhe, edhe formale, jo vetëm përmes mekanizmave edhe organeve të sigurisë, të inteligjencës dhe mekanizmave tjerë, me e pasqyru dhe me kriju një ambient jashtëzakonisht helmus në perëndim, sepse ku përmendet trafikimi I organeve ose trafikimi I njerëzve, të narkotikët dhe probleme tjera, pasqyron jo vetëm lajme të zeza, po pasqyron pamjen e një kombi, pamjen në veçantit Republikës tonë, e cila mandej u përball me krejt këtë situatë që edhe sot dhe kësaj dite ka pasoja, ka konsekuenca jashtëzakonisht të mëdha, e cila duhet pastrohet, edhe e cila fatkeqësisht nuk arritën me dështu. Përkundër kësaj, Kosova për shembull në krahasim me ditët e sotme, apo për procesin që po flasmi, kam rri përmes një organi shumë të vogël që ka qenë qendra për informim e Kosovës. Në atë kohë, në udhëheqjen e rezistencës politike që presidenti Ibrahim Rugova ka arrit me I bashku, me bashkëpunu me të gjithë faktorët politik relevant ku, me rezistu krejt atë mashineri të propagandës kundër shqiptarëve, dhe me pasqyru një realitet që ka ndodhur te ne. Dhuna, represioni, burgosja, rrajet sistematike, persekutimet, dënimet, burgosjet, pasqyru me minuta përkundër të rrethonave të kohës. Nuk ka qenë lajmi kaq I shpejt sa që është sot. Për shembull, në atë kohë është dashur komunikimi në këtë qendrat kryesore ndodh përmes telefaksit, si mjeti më I shpejt I mundshëm, por në të gjitha gjuhët e botës, në shpejtësinë e kohës, është mri me u pasqyru realitetin në Kosovë dhe ka thy propagandën, ka thy narracionin e kohës dhe shqiptarët janë pasqyru realisht çfarë gjendje dhe kemi rri me kulmu me sukses, me siguru mbështetje të madhe. Ndërsa raport me Këshillin e Evropës dhe iniciativa që sponsor reale ka pasur Rusin, mri me u votu dhe me votat të zgjedhura në institucionin më të vjetër evropian, siç është Këshilli I Evropës apo Evropa Shumanit, realisht me prodhu një dokument I cili vendos shqiptarët në nivelin e pastrimit të asaj që në fakt nuk ka ndodhur.
siç ka qenë trafikimi i organeve dhe trafikimi i njerëzve. Falet për komunikimin e asaj kohe që në kodër të shkaqin komunikimi atëherë është tentu me u bë në kohë reale, po a kanë fol diplomatët ndonjëherë duke u bazuar në dezinformata që kanë ardhur prej Serbisë edhe prej Rusisë? Natyrisht, gjendja që është ballafaqu në kohën që po flasmi ka qenë, a janë akte terroriste këto që po ndodhin, a është rezistencë politike. Praktikisht, me vetë faktin që ne kemi rri me bind çdo qendër politike, në botë që shqiptarët e Kosovës po përjetojnë tmerrat politike, dhunën sistematike dhe parimi i kryesor që ne kemi ndërtuar në atë kohë kemi bajt ka qenë mbrojtja e drejtave të njerëzit, parimi i mbrojtjes drejtave elementare të njerëzit. Kemi arri me afirmu, me bot besueshme dhe me thyj çdo lloj propagande që në atë kohë Serbia dhe aleat e saj e kanë pas karshi aspiratës tonë, e cila ka kulmu në anën tjetër me pastrim etnik dhe për masat gjenocidit, ndërsa përpjekja jonë me pasqyru, me faktu që drejta elementare e njeriut, prek familja, prek këtë prona, është drejtë e shajt dhe vetëmbrojtja garantohet me çdo akt ndërkombëtar. Nëse e kalojmë pjesën e luftës edhe fillojmë me fol për pjesën e krijimit të institucioneve të Kosovës, kujtojmë që edhe në atë kohë ka pas dezinformata. A konsideroni që kanë ndikuar dezinformatat e kësaj periudhe në rritjen e konflikteve të brendshme në Kosovë? Natyrisht, fabrikimi i dezinformatave është metodë që e përdor dhe ka përdor gjithmonë Serbia kundër Kosovës. Aja nuk është ndalë asnjëherë. Tendenca me bë Kosovën vend dhe bërim të destabilizimit. Unë e përballoj vetëm këtë. Ju e keni dëgjuar për shumë vite në Kosovë është përdor si njëra prej sigurive dhe garancione më të mëdha që faktori politik shqiptar ka dhënë, është që Kosova si shtet i pavarur dhe sovran ka me qenë burim i stabilitetit. Burim i stabilitetit. Kjo nënkupton që ne kemi qenë nën kërcënim të propagandës gjithmonë që jemi vend i cili kena me prodhu jo stabilitet, politikat këqija, nuk mund bëmi bashkë për asgjë, që ju dëshmu tash edhe me ambasadorin Chris Hill në dëshmin në Hague, aja që Milošević e ka pasqyru që çka do që bëni jo shqiptarë së ne bëni bashkë për kur gjë. Realisht ka qenë ajo tendenca gjithmonë e cila ka ndërtu dhe ka detyru politika kundra shqiptarëve duke i mojt përçar, jo bashkëpunus, të fragmentum deri në fund dhe me mjetet propagandës, gjithmonë kanë synu që më na mojt përçar dhe me mbërrit qëllimit e tyre. Pikërisht të ndërlidh me këto që e thatë për pasutës ekziston një narrativ për mos me besu në institucione. Ku e kanë burimin këto narrativa, cilat shpërndahen edhe tentojnë me kriju mosbesim në institucionet e Kosovës? Duke qenë Republike e Re dhe duke qenë në shtë-ndërtim Republika jonë, natyrisht që rreziku më i madh është besueshmëria në institucion. Është investu shumë që me rujt besueshmërinë dhe me rrit. Në anën tjetër kemi qenë në agresion të vazhdueshëm që të denigrohet institucioni. Të denigrohet institucioni duke shkaktuar mosbesim. Dhe kjo është rreziku më i madh që Republika jonë ka pasur dhe ka me pas. Sepse fundja Serbia ka me vazhdu me ushqy gjithmonë ato që Kosovën me pasqyru si shtet dështum. Dhe me dështu investimin e partnerëve ndërkombëtar, shteteve më të fuqishme në BE edhe SBA që keni investu në një popull të dështum. Sepse dështimi i Republikës është dështim e krejt asaj mbështetje ndërkombëtare karshi popullit Kosovës dhe do të me pa gjithmonë nga kanti shpërbërës e ish Jugosllavisë. Nuk do të me pa edhe nuk do të me nxjerr prej këtij raporti, por shqiptarët janë dallu
edhe në procesin e shpërbërjes së ish Jugosllavisë nga kombe tjera, edhe nga popujt që kanë qenë pjesë e ish Jugosllavisë, të përfshirë slovenët, kroatët, bosnjakët, malazezët dhe Maqedoninë e Veriut sot. Ne prej të 90-ave kemi bërë politikë të dallueshme, karshi gjithë atyre, kemi gjetë rrugën tonë, kemi ndërtu këtë lloj bashkëpunimi të brendshëm të faktorit politik shqiptar, është ndërtu vizioni dhe rruga dhe qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës ka ecë me besim dhe vetëm besimi e ka mbajtur, sepse Republika dy korrikut ka qenë Republikë vetëm për ne. Formalisht e pranuar edhe për Republikën e Shqipërisë, por e pranuar vetëm në një deklaratë politike. Ndërsa besueshmëria në atë Republikë ka qenë deri në 12 qershor 99, kur është liru Kosova definitivisht dhe është bërë procesi i ri për njohjen formale, siç e quajmë ne, të Republikës sonë, e cila ka rezultuar me 17 shkurt të vitit 2008 si proces i ri, i cili është ndërtu prapë në këtë besim. Ne kemi arritur me dështu komplet mashinerinë e propagandës dhe ofanzivën diplomatike të Jugosllavisë në atë kohë, që është udhëheq prej Serbisë kryesisht, në veçanti edhe të Serbisë në gjendjen post-independente të Republikës Kosovës. Kur jemi tek besimi në shtetësinë e Kosovës, por edhe tek investimi ndërkombëtar. Po ashtu është një narrativ që është shpërndarë që ndërkombëtarët janë këtu për interesat veta. A është kjo prej narrativës edhe dezinformatave të cilat e kontestojnë shtetësinë e Kosovës? Rasti jonë jo vetëm se është i ndërtuar si rasti veçantë, sui generis që është quajtur. Edhe në rastin e shpalljes së deklaratës së koordinuar të pavarësisë, edhe largimi i termit koordinuar nga vetë institucioni OKB-s, gjykata ndërkombëtare që ka shqyrtuar rastin e pavarësisë së Kosovës, sepse ai atribon shpalljen e pavarësisë deputetëve të Kuvendit të Republikës. Çfarë interesash mund të ketë shtetet e mëdha që kanë ndihmuar shpalljen e pavarësisë së Republikës Kosovës, nëse krejt lufta jonë, përpjekja jonë, aspirata jonë është mbështet në parimin e mbrojtjes së drejtës elementare të njerëzit. Parimi i vetëvendosjes është vendosur në konferencën e Rambujës, në njërin nga dokumentet që në tonësi me lexu shihet si i tmerrshëm, po në provizionet e saj ka qenë rruga kryesore që na ka sjellë neve pavarësinë e Kosovës. Praktikisht interesi më i madh i krejt partnerëve tonë është njohja legjitime e shqiptarëve të Kosovës, e popullit të Kosovës më vonë, e gjithë qytetarëve të saj në parem për të jetuar të pavarur dhe për të pranuar në familjen e kombave sovrane në parimin elementar që është mbrojtja e drejtave elementare të njerëzit. Nuk kanë ardhur as për resurse natyrore, nuk kanë ardhur as për resurse tjera që Kosova mund garanton. E vetmja garancën që ne e kemi dhënë edhe mbështetjet që ne e kemi marrë është siguria që ne e kemi ofruar paqja, cila ka qenë rruga kryesore në cilën ne kemi filluar luftën tonë politike, ose përmes paqes me realizu këto aspirata, përkundër që është shfrytzuar mandej rezistenca armatosur dhe kryengritja armatosur si mjet i fundit i politikës. Dhe kjo ka gjetë mbështetje ndërkombëtare. Kjo ka gjetë edhe ndërhyrje ushtarake ndërkombëtare në këtë parim. Në ka interesa tjera, le të themi geostrategjike, që mund të kvalifikohen sot si arsye e madhe që Kosova ka arrit me siguru një mbështetje. Raportet ndërkombëtare ka qenë krejt tjera në atë kohë, dhe ne kemi arrit me ndërtu këtë narracion. Në anën tjetër, Serbia gjithmonë ka pasqyruar me krejt mjetet shtetënore, me krejt kapacitetet e saj, krejt provojat e saj, edhe miqtë e saj, luftën kundrej kësaj aspirate duke pasqyruar gjithmonë Kosovën dhe shqiptarët si thash, fillimisht me aspirat dhe me pasqyrim në ekstreme, fundamentalist islam. Na ka qytë me terma ndryshme, si
irredentista, separatista dhe terme që në atë kohë spaku në pjesën lindore të botës kanë qenë njëra dhe nuk kanë qenë popullore, kanë qenë fjallë në dyta. Në përdorim, sepse ka qenë pasqyrim negativ i aspiratës sonë. Por kjo është thy dhe është nxjerrë vullneti jonë si e drejtë e cila ka qenë shtetin më të madhe edhe të bllokut perëndimor dhe lindor. Ne kemi besu shumë që do të jemi vendi i vetëm i cili ka me afru edhe lindjen edhe perëndimin, por lëvizjet e fundit që ka ndodhur krejt në pas vitit 2008, veçanti para dhe pas shpalljes pavarësisë Kosovës, janë disa muj, disa javë kritike që një pjesë të botës lindore e ka nda nga kjo, përkundër që ne kemi besu shumë, jemi angazhu shumë që në rastin e Kosovës me bashku edhe lindjen edhe perëndimin në mbështetje plot të vullnetit tonë politik. Këto ka qenë roli kryesor i Serbisë. Dhe sponsori që mandej është afirmu, është rikthy në binarin e dytë këtij qëllimi ka qenë Federata e Ruse, që është udhëheqët nga ky president që edhe sot bota ka probleme të Vladimir Putin. Kur jemi tek narrativat serbe edhe ruse, a konsideroni që kanë sjell edhe alarme për sigurinë? Po nis lufta, po nis një konflikt i ri, po ashtu edhe trazirat e Marsit 2004 shpesh i atribuohen edhe dezinformimit. E rasti më eklatant që Kosova është ballafaqu me Marsin e vitit 2004 ka qenë fabrikim kuzhinë e cila ka nxjerr popullin e Kosovës në paknaqësi dhe në humbje durimit vetëm 3 vjet pas arritjes lirisë, 3 vjet e gjysmë. I cili e kaloi euforinë dhe egzaltimin e një populli që nga okupimi dhe lufta doli dhe shkaktoi ato që botë quaj mrekullia e kthimit të madh, sepse nga 1 milion refugjat në 90% tyre u kthyen mbrana 24 orëve në Kosovë. Filloi rindërtimi, nuk patën durim me prit rindërtimin e vendit, fillon njerëz me e rikthy rolin, me rikthy familjen edhe me rindërtu vendin. Pasojat kanë qenë tragjike në përmasa genocidiale, po ne dëshmuam në ato që të gjithë pranonin dhe admironin vitalitetin dhe dashnin për këtë popull. Ngjarjet e dhëmshme, tragjike të 2004-s kanë qenë zhvillim i cili ka dëmtu jashtëzakonisht shumë imazhin e Kosovës së re, por që kanë rri vetëm një efekt politik me shkaktu. Me përshpejtu shpalljen apo gjetjen e statusit politik të Kosovës, për një shpalljen e pavarësisë Kosovës. Kjo ka qenë ajo që në udhëheqjen amerikane, veçanti në udhëheqjen e administratës amerikane atku, politika e OKB-s, administrimi i OKB-s e mori kriterin e fundit që nuk ka zgjatje të mandatit pa kohë, që Kosova ka nevojë me pas një afat, një timing, një orar, dhe një proces i ri do duhet ndërtohet në mënyrë që vullneti politik i shqiptarëve me shku drejt zbardhjes. Ai vullnet për pavarësinë e Kosovës, i cili u konfirmu me 17 shkurt pas negociatave 18 mujore në Vjenë në ndërmjetësimin e OKB-s, si institucioni më kredibil ndërkombëtar, i cili arriti me ndërtu dhe me mbyll shpejt këtë proces. Pjesa tjetër ka qenë tragjike, humbja jetës njerëzve, dëmtimi i imazhit dhe prap ajo tendenca serbe, sepse vetë atakimi i kishave ortodokse dhe i pronave të komunitetit serb nxjerrin plan atë revanshizmin e shumicës shqiptare në Kosovë si popull i cili nuk toleron, në fakt toleranca më e madhe fetare të shqiptarët. Edhe në kuptimin e rujtjes, respektit, edhe ndërtimit jetës përbashkët pa dallime fetare. Ata prapë mundun me pasqyru një Kosovë cila nuk e toleron, nuk e duron një etni tjetër, një religion tjetër. Dhe është një moment që duhet me përmend, për shembull atakimin kishën katolike në Prizren, cila ka qenë selia
e Kishës Katolike, shkoj përtej kësaj që jo vetëm Kisha Ortodokse dhe prona atyre po preket, por është prek edhe Kisha edhe prona Kishës Katolike, që në fakt ra si narracion shumë shpejt. U dëshmu që nuk ka të bëj me pjesën e asaj që quhet kulturë e popullit vendit. Po du me ndërlidh të një detaj të cilin e përmendet, kur thatë që trazirat e marsit 2004 e përshpejtun procesin e pavarësisë së Kosovës. Po megjithatë ky proces, nëse e kujtojmë, është kundërshtu mjaft shumë, sigurisht kryesisht prej Rusisë dhe Serbisë, po ju të shëmbani mend në çfarë forme u kundërshtu në mediat ndërkombëtare pavarësia e Kosovës? Vendimi i Këshillit të Sigurimit për hapjen e procesit është kundërshtuar nga Federata Ruse, por është arrit më bind që ata me votu nevojën e hapjes shpallës pavarësisë. Dhe ekziston edhe sot ai vendim që në Këshillin e Sigurimit përfaqësuesi i Rus në atë kohë një figurë eminente e ruse, e diplomacisë ruse, ka votu pro nevojës hapjes të statusit. Dhe gjatë kësaj kohe, misioni quhej misioni Kai Aides, ambasadori norvegjez në NATO në atë kohë, një figurë eminente i cili njihej edhe për angazhimin e tij në luftën e Kosovës, në mobilizimin e NATO-s dhe në ketat angazhimin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Ai ka mërrit që Kosovën me përgadit në kuadër të parimit standardet para statusit, i cili u përkthy në standardet dhe statusi, Kosova me kry për një periudhë 12 mujore, krejt obligimet e saj ka shqip partnerëve ndërkombëtar. Unë kam qenë zavendës kryeministër, edhe ministri i pushtetit lokal në fazën e dytë procesit, në fazën e parë ministri i pushtetit lokal, që ne me i mbyll obligimet tona dhe i njëjti organ, Këshilli i Sigurimit të OKB-s, e ka votu raportin dhe ka mbështet fillimin e bisedimeve të Vienës, që përfshin edhe votën e përfaqësuesit e Rus në Këshillin e Sigurimit. Ata janë mundu me zgjat, me bleko, me bo kërkesa shtesë, por që ne e kemi shtjerë çdo lloj mundësie dhe çdo lloj arsye në tavolinë që ata me vendos veto në këtë dokument. Përballimi i kësaj situatës ka të bëjë me mobilizimin dhe angazhimin e madh që është bën në Kosovë. Edhe koordinimi jon edhe me opozitën atë kohë, me opozitën që identifikoi më shumë me PDK-n, edhe me Orën si grup politik i cili ndërkohë është kriju, ka bërë që ne me mbyll gjitha arsyet që ofanziva serbe edhe mbështetja ruse në politikat e tyre me i rrëzu si narracion dhe me dëshmu që Kosova i ka kry pjesën e vetë të përgjegjësive dhe të obligime. Kjo ka qenë arsye dhe kur gjë tjetër, sepse është përmendur në mënyrë intensive me rrëzu çdo lloj mundësie dhe angazhimi që ata kanë bërë kundër këtij procesit. Edhe në rastin e dytë, edhe hapja e negociatave është votu, është saktuar ndërmjetësi ndërkombëtar mandatari, presidenti Ahtisaari, i cili natyrisht në mandat të Këshillit të Sigurimit ka ndërmjetësuar çështjen e statusit final. Ne kemi arritur për 18 muaj me mbyll procesin si till. Propozimi i tij final ka gjetë mbështetje ndërkombëtare deri në momentin e fundit, kur në samitin e Sankt Petersburgut, samiti serbo-rus, është arritë që Serbia me bind Rusien që mos me ia dhon pon finale këtij propozimi final për pavarësitë të Kosovës, sepse parimisht e ka pas një ky dokument për pavarësitë të Kosovës, por që është ndrruar me ndikimin e Serbisë. Dhe në rishiku marrëdhëniet, konfirmu marrëdhëniet në binarin e dytë që në atë kohë quhej ruso-serbe dhe natyrisht Serbia ka marrë obligime që edhe sot nuk mundet me dalë, edhe nuk del, edhe me pas vullnet nuk del, por në raport me marrëdhëniet veçanta që ka
historike me Federatën Ruse. Po du me dalë tek zgjedhjet që janë bajt në Kosovë. Si një person që keni përvojt të gjatë në politikë, shumë bani mend sa herë që janë bajt zgjedhje në Kosovë, qysh ka vepru dezinformata prej jashtë? A është rrit në çfarë forme kanë vepru dezinformata që kanë ardhur nga jashtë Kosovës në kohën e zgjedhjeve? Tani duhet me nda dy periuda. Në kohën kur në Kosovë zgjedhjet i ka organizu dhe i ka menaxhu OSBE si organizatë ndërkombëtare e mandatume për këtë proces zgjedhor. Faza kalimtare kë OSBE e ka mbështet KQZ-n si organi pavarur i Republikës Kosovës, sepse ka qenë detyrë ndame. Dhe faza e tretë kur kemi marrë kompetenca dhe jemi sjellë si të pavarur, këtë rast KQZ-ja si organi pavarur kushtetues ka organizuar zgjedhjet në monitorim ndërkombëtar. Ne nuk kemi pas shumë qasje dhe rol shumë kur në fazën e parë OSBE ka organizuar, por gjithmonë janë kualifiku si zgjedhjet më të mira në rajon. Ankesa nuk ka pas nga partitë politike, do shta dhe mungesa përvojës e bën vetëm, por nuk ka pasën dukuri dhe probleme që vendet në rajon i kanë edhe i kanë pas më herët. Në fazën e dytë, kur e kemi pas këtë përgjithësi të ndame, ku KQZ-ja ka organizuar zgjedhje për pjesën më të madhe të territorit Kosovës, që është shqiptare, ndërsa në disa komuna me shumicë serbe OSBE ka menaxhu dhe ka organizu, edhe kjo fazë është përballë në një koordinim të përbashkët. Në fazën e tretë, natyrisht që KQZ-ja si organ ka mri me rujt standardin, përkundër që ka periudha apo ka, le të themi, pika të zeza në këtë proces, që edhe fillimi edhe përfundimi i procesit është përcjell me probleme, me gjetje, inxhiniering zgjedhor, fushat, propagandë, mekanizma janë përdorur dhe mjete ndryshme që me ndiku, me ndërhy dhe me manipulu procesin zgjedhor. Për dallim nga, le të themi, 2010-2015, ko vitet e fundit kemi një lloj metode apo inxhinieringu tjetër, që ka të bëjë me gjetje tjera, që nuk mund të flasë sot, me tonë cila është metoda dhe inxhinieringu që po përdoret karshi këti procesi politik, po tash me vetë faktin që në sofistiku metodat, me vetë faktin që kemi një qendër të madhe në fqinësin në veri të Republikës Kosovës, ku Federata Ruse ka një kontingent madh, qendra Nishi tash nuk është qendër vetëm për Serbi. Në kuadër të le themi botës serbe, është një mashineri e tonë e propagandës edhe e njësive edhe njerëzve që po punojnë, po fabrikojnë edhe po bojnë inxhiniering të madh për këtë rajonin tonë, ku në fokus janë edhe shqiptarët, edhe Republika e Kosovës. Nëse e shef se sa ka penetru ky ndikim, në rajonin tonë, asë një vend nuk ka mund të jetë imun dhe nuk është tregu imun. Tani kemi të legjitimume struktura, për dallim për para 5-6 viteve, tani kemi të legjitimume struktura në shumicën e vendeve në Ballkanin Perëndimor, ki parti proruse, ki biznese proruse, ki banka proruse, institucione financiare, jashtëzakonisht mëdha, ki korporata financiare dhe bizneset mëdha që në një formë apo formën tjetër janë identifiku. Jo vetëm që në vendos sanksione ndaj tyre pas luftës në Ukrainë, por që ata vazhdojnë me qenë kërcënimi më i madh në gjithë vendet tona, të përfshirë edhe Republikën e Kosovës, e cila nuk i ka zbarë deri në fund, edhe pse i lufton, besoj shumë, me mekanizmat shtetit, por nuk ka arrit edhe me zbulu dhe me zbarë deri në fund, përkundër disa veprimeve në sektorin e sigurisë. E përmendët më herët që Serbia e ka që përpara narrativën e mosdurimit fetar musliman janë shqiptarët e Kosovës. Nëse kujtojmë në zgjedhjet e vitit 2000 ka pas thirrje që muslimanët mos me votu sepse nuk janë zgjedhje për musliman, kryesisht nga imam nga Maqedonia.
a e kanë dëmtu procesin këto thirrje? Natyrisht që nëse bëhen dukuri, dëmtojnë seriozisht jo vetëm procesin, po dhe imazhin tonë. Dhe japin mundësi narratives tjetër. Sepse ftesa dhe apeli për mos pjesëmarrje në zgjedhje se është ndalume, i jep konotacion të islamit politik. Sepse nuk mund të votosh për diçka që nuk është e jotja, që nuk është besimi joti, nën kupton që shteti vendoset në pikpyetje. Dhe gjithmonë këtë narracion Serbia dhe bota serbe e ka përdorur karshit shqiptarëve në periudha ndryshme kohore. Unë e përmend ajo rase që edhe kohën e rezistencës, vitet 89, 99, 80 vjeçar, Kosova është mundu më pasqyru në pjesën më të madhe si fundamentalist islam. Si popull i cili nuk i intereson shteti, se të del kuptimi. Nëse të pasqyron si fundamentalist islam, lidhja dhe lëshmëria me kreta zhvillime tjera që kanë ndodhur, globale në veçantim perëndim është pasqyrim që duhet luftohet. Jo vetëm që Serbia ka obligim bien e parë me të luftu, po që i fton edhe të tjerët me të luftu. Dhe kjo është rikthy sidomos pas 11 shtatorit, mandej, është rikthy prap. Dhe sot në Beograd për shembull, jo e dini, fyrja më e madhe që i bëhet shpeshherë shqiptarëve nuk është vetëm shqiptari, po përdoret edhe fjala turqin, që është konotacioni i fundamentalizmit islam. Kibroritje, thirrje dhe akuza që i bëhen regjimit atje, në njëra anë neve na pasqyrojnë me këto terma, në anën tjetër për shembull pasqyrohet edhe me ustashi, që është konotacion këtë tjetër për kroat, që ka të bëjë me një thirrje që lidhet me vije nacionaliste e kroate, po kur vjen puna te shqiptarët e Kosovës, te Republika e Kosovës dhe te shqiptarët në Ballkan, thirrja më e madhe është ajo që i pasqyrohet më shumë si turqini. Turq dhe ky konotacion lidhet më shumë me fundamentalizmin islam, jo me shtetin e Turqisë së sotshme. Po ashtu, në vazhdimsi kemi vrejt edhe thirrje të Serbisë për serbët që mos me marr pjesë në zgjedhjet në Kosovë. A konsideroni që kjo është bë që mos me u integru komuniteti serb në Kosovën e pas luftës? Natyrisht bojkoti është përdor si presion politik nga ana e Serbisë, po tendenca me pasqyru rezistencën shqiptare të 90-tave me rezistencën e serbëve kashë Kosovës në veçanti 2019. E kënej ju ka dështu për disa muaj. Ka qenë në strategjinë e Serbisë që ndërtoi një lloj rezistence politike Kosovë, duke fillu organizimin e bojkotit, tërheqjes totale nga institucionet, të rezistencës në rrugë, përmes protestave paqësore, edhe të ndërtimit të jetës institucionale që e kanë pas, po kanë dashur me i rikthy. Që përveç Serbisë, ata me ndërtu një Kosovë në një institucion paralel me reaktivizu dhe me përdor rezistencën paqësore. Por kjo ka degeneru aq shpejt dhe protestat bojkoti ju ka funksionu 100%. Protestat në rrugë kanë degeneru në dhunë, karshi policisë, jo vetëm të Kosovës, po edhe të KFOR-it si mekanizëm i cili ka pasur në siguri mandant dhe prezencë, dhe në fund ka kulmu me aktin terrorist në manastirin e Banjës. Praktikisht nuk kanë rri as 9 muaj, as 10 muaj me menaxhu një lloj politikës të rezistencës paqësore, me mjetet të rezistencës paqësore, me pasqyru të drejtat e tyre që kanë mendu, që do të arrijnë sikur që ne kemi sukses shumë, kemi arritë rastin tonë me ndërtu. Serbia në politikën e tyre nuk e njeh dhe nuk e ka kulturën paqësore të zgjidhjes problemeve. Është vështirë e besueshme, është shumë vështirë e besueshme edhe sot, ne si shqiptarët, po edhe popull tjerë që janë në raporte të tilla me Serbinë, që paqja është instrument i mundshëm
edhe i vetëm që Serbia e gjen marrëdhënie me fëmijët e saj. Nuk është. Vetë thonja atyre që ata i fitojnë luftën, po e hupin paqen, tregon që kanë probleme historike me paqen. Por nuk kanë probleme me luftën. Ndërsa ne, shqiptarët e Kosovës, për herë të parë kemi mërri që paqen me shfrytzu si mjetin kryesor të luftës, të fitores në procese dhe zhvillimit luftës për skejt neve, për rreth neve. Përkundër që në fund dole e vërteta madhe që lufta u përdor si mjet i politikës, por si mjet i fundit i politikës. Kemë rezistu 9 vjetë e 6 muaj, ose 10 vjetë, në mesin e tënve 8 vjetë e tepër janë rezistencë paqësore dhe 18 muaj janë kryengritje e armatosë. Por këtë bota e ka pa që paqja nuk po mundet me qenë instrumenti i cili përmes dialogut ruhet dhe vendoset në një vend, vendoset në Kosovë. Dhe është legjitimu mbrojtja e pronës, sepse rasti jonë është eklatant dhe i rrallë që ka mu përdor edhe të vendet tjera. Ne kryengritjen e kemi shkaktu duke mbrojt jetën, edhe familjen, edhe pronën. Të trijat, sot po dëshmon në dhomat e specializume në Hagë. Të 3 parime janë ato që po mbrohet rasti i Kosovës në akuzën për ndërmarrjet përbashkët edhe krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Parimi i mbrojtjes së jetës njeriut, i familjes edhe i pronës është ajo që ka shkaktuar kryengritjen në Kosovë. Kur fa narracioni tjetër, nuk është edhe nuk po dali besueshëm që ka ndodhur. Përveç rezistencës paqësore dhe përgatitjes që në atë kohë ka qenë normale, në kuadër tyre, kjo është kthesa e madhe që Kosovën e ka qenë në kryengritje sepse secili është dashur me mbrojt veten, familjen edhe pronën e vet. Dhe kemi rrëzu narracionin e Serbisë që ata po mbrojnë sovranitet, territor, sepse janë të rrezikuar prej kujt. Dhe kur është zbardhur që Serbia ka motive këtë tjera, atëherë është shkaktuar solidariteti për ne. Kisha dësht me fol edhe për procesin zgjedhor, edhe për juve personalisht. Nëse shohim në procesin zgjedhore, përballeni zakonisht me akuza për çështjen e decentralizimit, por edhe në proceset zgjedhore tek ne qarkullojnë dezinformata të ndryshme për politikantë, për shkak edhe të garës politike. Po do me ditë, kush e bën këto zakonisht edhe çush i trajtoni ju personalisht akuzat që për decentralizimin, që dezinformatat të tjera me të cilat përpalleni kryesisht gjatë proceseve zgjedhore? Është keq përdor, është manipulu me procese politike në Kosovë. Po edhe vetë statusi final edhe bisedimet në Vjenë janë manipulu si proces politik. Jam kundërshtu deri në momentin që ka ndodhë 17 shkurti për shembull. Dhe në këtë proces, reforma pushtetit lokal dhe decentralizimi është kontribut dhënësi më i madh në sigurinë që ne kemi ofru, në zgjedhjen që ne kemi bërë, në pragmatizmin që kemi tregu, në akomodimin e komuniteteve etnike në Kosovë që i kemi vendosur, pa cenu karakterin unitar të organizimit edhe ndërtimit të Republikës tonë. As sovranitetit toksor, as sovranitetit dhe organizimi shtetënor i Kosovës nuk është prek, përkundazi e ka ndihmu. Por është keq përdor në situata për konzum të mbrëmshëm. Peticione më herët, peticione qytetare, e ma vonë edhe fushat denigruese, edhe sot asaj dite përdoret për këto qëllime. Përballja me këtë situatë është vetëm me realitetin. Vetëm 17 vite pas këtij procesi, i cili në fakt nuk ka ndodhur formalisht. Nuk ka ndodhur si i tillë, por është përdor edhe është mbetë në procesin e tillë, ka dëshmuar që kjo qeveri sot për shembull, që më shumë të e ka përdor për konzum brendshëm dhe për denigrim personal dhe partijak, politik, është përdor këtë procesin e riorganizimit dhe themelimit komunave të reja për
inxhiniering politik. Çështja e kufive të komunës së Novobërdës. Çështja e komunës së Kllokotit. Dhe çështën e disa komunave tjera, të përfshi edhe 4 komuna në veri që kanë qenë, është përdor mënyrë aktive për konzum brendshëm politik. Qoftë për zgjedhje, qoftë për agendën tjetër politike. Dhe kjo e bjen që unë, si njëri prej udhëheqësve të aneksit 3, le të themi, dhe përfaqësuesve në negociata dhe bisedime për status final, kemi gjetë zgjedhjen më të mirë, për dikujt e ka dash më shumë se 15 vjet me kuptu. Sepse është kundërshtu, më shumë është kundërshtu për Serbisë. Akomodimi i komunitetit serb dhe komuniteteve në pushtet lokal dhe në nivel të Republikës është kundërshtu në tavolinë, Serbia nuk e ka pranu, dhe ka bindë edhe Federatën Ruse mos me pranu, edhe një pjesë botës tretë mos me pranu, për shembull, por ne kemi arrit me bindë partnerët më të mëdhenj, me bo aktin, me ja akomodu, me zbatu, sepse 3 vjetë kemi pas mbikëqyrje ndërkombëtare, apo jo. 2011 e tutje, ne kemi morë kompetencat plota, ingerencat plota që Republika jonë, shëndërtimi duhet mbyllet në kuadër të kësaj, por ne duke udhëheq dhe me shkaktu. Çka kemi bona më shumë, mendoj që pak. Nuk kemi kundër përgjigj, sepse Serbia ka vazhdu me ushqy narracionin e tyre që janë drejtat pa mjaftueshme. Fatkeqësisht. Dhe kjo sukses i vogël i Serbisë ka nga dështimi i institucioneve të Kosovës për rishikimin e të drejtës, sepse ne kemi marrëveshje ndërkombëtare, 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë, ne kemi mund ta rishikojmë pushtetin lokal. Rishikimi i plot i pushtetit lokal në funksion ka pas të drejtën tonë që ne me ullë me pa çka po funksionon dhe çka nuk po funksionon. Edhe statusi i kryeqytetit, edhe statusi i qyteteve, edhe statusi i Mitrovicës. Sepse ju dini marrëveshja është një qytet me 2 komuna. Kjo nuk kupton që faza e parë kanë qenë 2 komuna, Mitrovica e Jugut dhe Veriut, faza e dytë ka qenë një qytet me 2 komuna. Do ndërtohet organi i ri, do ndërtohen institucione i cila e bashkon qytetin formalisht e bashkon. Po ja ndodh nëse zbatohet në praktik. Ka pas të drejta dhe kemi të drejta, dhe sot me bo veprime konkrete që e funksionalizon dhe e rregullon duke i largu këto tensionet jo vetëm etnike, po edhe politike që ekzistojnë në Kosovë raport me këtë proces. Domthon ka metë në gjysmë puna që është filluar në atë kohë. Por sidomos këtë proces është shfrytzuar për inxhiniering politik, edhe inxhiniering elektoral. Definitivisht vjen mu keq që kemi arë këtë nivel që për konzum ditor mund të shkaktojmë dhimbje të mëdha funksionimit të pushtetit lokal në Kosovë. Shëshini jo, a ka pos raste kur dezinformata kanë ndiku në besimin në zgjedhje? Për shembull, disa prej narrativave janë që nuk kemi kanë me votu se janë krejt hajna ose janë krejt të korruptuar. A ka pos ndikim kjo lloj e narrativës, kjo lloj e dezinformatës në besueshmërinë në zgjedhjet në Kosovë? Natyrisht, kjo ka kulmuar në 2019. Është filluar më herët, politika e denigrimit ka filluar me denigrimin e individëve, partive politike dhe ka ardhur deri te denigrimi i institucionit, i cili në fazën e parë shkakton mosbesim, në fazën e dytë shkakton pakënaqësi dhe do doja me pa vetëm këtë nivel, jo më shumë. Sepse provojat dhe historitë e popujve edhe kombeve më të vjetra tregojnë qartë që shumë popull dhe vende kanë kaluar nëpër procese të tilla, por ne kemi rri me shkaktu procese të mëdha dhe me realizu ëndra për ne, siç është Republika e Kosovës, e cila duhet shtetërtimin ta mbyll pa këto probleme. Por kjo politikë e denigrimit të kalumës, së afërme,
ka bërë që me ndru jashtëzakonisht shumë përfaqësimi politik nga 2019 e tutje. Pse po përmend 2019 sepse këtu është kulmi ku është mundu jemi mundu me nxjerr Kosovën nga rivalitetet e ashpra politike dhe me orientu drejt një bashkëpunimi të ri. Në veçantë kur flasim për LDK, e cila ka bartë përgjegjësinë që nga zgjedhjet e para lokale, tetor të vitit 2000, e deri tash përgjegjësinë e bartjes së frymës, sensit, bashkëpunimit me të gjithë. Ky lloj pragmatizmi nuk është bërë për konzum politik, as për interesa politike, është bërë për pajtim politik. Edhe me eliminu rreziqet tjera të proceseve që të tjerët i kanë kalu, por që ne nuk duhet t'i lejojmë. Armiqësitë politike me i përkthy në bashkëpunim politik, rivalitetet politike me i majt për zhvillimin e demokracisë në brendshme, por që kur vjen interesi i shtetit me dalë mbi vetën, mbi partit, edhe me rujt, edhe me zhvillu sensin e bashkëpunimit për interes të vendit edhe të Republikës. Tani nuk jemi në këtë format. Nuk kemi në këtë format, kemi dalë jashtë formatit, sepse dhe më tutje politika e denigrimit, aja që e kom qujtu në gara pështymës në Kosovë, ndaj njëni tjetrit, ndaj të kalumës, edhe ndaj të sotshmes, po vazhdan fatkeqësisht. Për fund, po du me folë edhe për një proces zgjedhor pak më problematik, siç ka qenë ai i vitit 2010. Që keni po ju është përdor ky proces, por me e kontestu besueshmërinë zgjedhje për vite me radhë. Sepse është një proces i cili sa herë vin zgjedhjet përmendet. Dikush ka më përmend, ka më rikthy. Apo kontestuar përmes atij procesi zgjedhjet kur tash edhe kanë kalu disa vite prej asaj kohe. Ajo ka qenë provojë e keqe. Gjetët që ka ndalë nga ai proces, Kosova ka fillu me përmisu, mos me i toleru, mos me leju. Me vetë faktin që kemi flet votim me 2 kode tash, tregon qartë që Kosova ka avancu edhe bota me thonë drejtën, po dhe ne kemi avancu në parandalim. Nuk kemi mri prej vitit, prej nëntorit vitit 2007, me ullë seriozisht me punu në një sistem zgjedhor adekuat për nevojat Kosovës. Ne jemi ende, jo vetëm së është kategori kushtetuese çështja e sistemit zgjedhor në Kosovë, por me ullë faktori politik dhe me gjetë, me hulumtu, me gjetë një sistem zgjedhor të pranueshëm dhe adekuat për Kosovën. Tani, çdo proces zgjedhor ka pas, edhe 2014 edhe më vonë ka pas gjetje të vogla, por që kur krahasohesh me të keqen, ti del më mirë. Ne standardin e zgjedhjeve kemi me Serbi, me Maqedoni, me Malin e Zi, me Shqipnin edhe Bosnjë Hercegovinën. Dhe nëse këtë krahasim, ne kemi thonë pak ma të avansum, ma të mirë jemi se vendet e regjion, kjo nuk do më thonë që janë të mirë. Gjetjet e fundit, inxhinierikun zgjedhjet e fundit, është shqetësues. Ai ka mos bardh, ka mos zbulu dhe ka me o konstatu e mira madha që mos mu leju me ndodh në zgjedhjet e ardhshme. Cila është ajo? Faktori politik duhet me ullë me gjetë një sistem zgjedhor, i cili garanton demokraci ma të drejt për drejt në Kosovë, ku garanton që qytetari vullnetin e vetë e shpreh, që përfaqësuesi i zgjedhur mundet me ushtru detyrën e vet, në kuvend, mos mu bo peng të asaj që jemi sot, dhe ku edhe zgjedhjet lokale, edhe zgjedhjet parlamentare morin sigurinë më të madhe, kur njerëz me besim e japin votën e vet. Vullneti qytetar është prek. Prap, në cilën mos duhet me pa, organet e shtetit duhet me zbarë, nuk duhet me politizu gjithmonë. Duhet me konstatu dhe me hy organet e pavarura me zbulu. Nëse 2010 në zbulu treni bulgar, dhe është konstatu, është eliminu për i tavollinës, anë është rikëthy një format tjetër,
është rikthyer diçka në tavolinë, a ka prekje të vullnetit qytetar që është dëmi më i madh që mund të shkaktohet në një vendi të shkruar deformon vullnetin qytetar. Diçka ka ndodhur, mbetet me pa se çka ka ndodhur. Jo vetëm Mitrovic, kjo njëtë ka ndodhur edhe në Podujevë, edhe në Gjilan, edhe në disa qendra tjera, sepse metoda tash suksesi, dikon u vanu, dikon nuk është vanu, i kësaj metode, por organet e shtetit duhet më kanë pamëshirshëm ndaj këtyre dukurive. Nuk ka të bëjë me emrat përveçëm, sepse nuk mund të flasë ashtu, po dukuria se tillë nuk guxon me prek interesin e madh të vendit. Tani, unë e përmenda që Kosova përballet nga një shtet, i cili është sponsor i destabilizimit, i cili ka mbështetjen e një fuqie globale në rajonin tonë, siç është Federata Ruse, cila mrin me pas ndikim tek kombet tjera të mëdha, me ndërhy në procese të mëdha, me deformu vullnet, me rrëzu e me ndërtu pushtete. Nuk është e lehtë me u bë imun ndaj këtij agresioni, le të themi. Por kemi ndërtu kapacitete si Republikë, kemi ndërtu edhe do të me rujt partneritetet të mëdha, kujdestarët e demokracisë dhe të lirisë Kosovës janë partnerët e mëdhaj, prap. Fundja ne edhe tokën, edhe arjen e kemi të ndarë me partner. Sovranitetin e ruajmë bashkëpunim me aleat më të mëdhenj që janë anëtarë të NATO-s.